topi në thellësi, por jo precisi vend i mysafirëve. Livareka tash dhe hapësira është për Desnicin, e ka përpara Nukian, gjithashtu i bashkohet edhe Livareka nga e majta, gjithje Desnic, 1-0! Çfarë krye vepre kjo? Shkëndija e Karaçinës avancon në këto momente me rezultat 1-0. Minuta e 40 e sfidës. I jashtëzakonshëm realizimi në fund nga ana e Dario Desnicit, me siguri se të shohim te Skopje në të kaluarën. Tash ndoshta mundësia për skuadrën e Shkëndijës së Karaçinës. Nukia, mirë Nukia avancon në fund, ka faul nga Pejovic në të shohim vetëm kartoni që mund të jetë ndoshta dhe i kuq si pasojë e faktit që Pejovic ishte shkon për ta rishikuar e thasht. Nuk vlen kartoni verdh, pra ka karton të kuq për Pejovicin, qendër mbrojtësin e Rabotničkit, në mënyrë të sigurt drejt shkruajtjes së historisë dhe kualifikimit historik mes 4 ekipe më të mira në Kupën e Maqedonisë së Veriut në futboll. Tash ky top i marr i kontrolluar nga ana e Zani Nazifit. Edhe më tutje Nazifi, më pas Nukia për toke, shtylla Zhoglev, 2-0 Shkëndija e Karaçinës. Paraqitja e shkëlqyeshme e Karaçinasve vazhdon. Çlirimtarët në rrugë të sigurt drejt kualifikimit historik në gjysmë finale të Kupës së Maqedonisë së Veriut në futboll. Desnic shënoi në fundin e pjesës së parë, u zëvendësua. Stolevski në këto momente, Besir Demiri është mbrapa topit. Demiri, çfarë krye vepre kjo? Golit ndoshta të cilit i gëzohet më së paku në karrierën e tij. I jashtëzakonshëm realizimi nga djaloshi i Karaçinës përballë skuadrës së zemrës, padyshim që i fle më së shumti. Tash të shohim nëse ka këtu mundësi dhe hapësirë për Zani Nazifin, futet brenda zonës së repsis Nazifi, gjithnjë Nazifi ndalon për një moment. Nazifi! Zani Nazifi, çfarë realizimi në këto momente nga 21 vjeçari. Shkëndija e Karaçinës shkon në përsi prej 3-1. Dhe në këto momente bën një kap gjigant drejt kualifikimit historik në gjysmë finale të Kupës së Maqedonisë së Veriut në futboll.